Zonja Lala, pas se të fillojmë, a mundet të bëj një pyetje? Zotja Edi Rama ka fillu tani një si luftë, luftra shumë, po një luftë edhe me gazetarët. Ka replikuar me ju në rrjetet sociale, si keni pritur këtë dhe a doni të bëni një koment? Që pati Edi Rama vallë me ju? A u shqetësuat nga statusi tia? Jo, që ishte kjo gjë? Në fakt, as nuk e kisha idenë që kryeministri kishte reaguar për një status në rrjetin tim social në Facebook. Rrjeti social është personal, aty kam mendimin tim personal, fotot e fëmijëve të mi dhe të familjes time, megjithatë kishin shkuar deri aty tek ajo që unë e konsideroj personale. Megjithatë, për te personales, unë i kam bërë një pyetje kryeministrit. A mundet zoti Rama të më dërgoj një foto të inceneratorit të Tiranës që funksionon? Dhe nëse mundet, zoti Rama, më dërgoj, sepse unë kam reaguar edhe në emisionin tuaj herën e kaluar për shkak të përmbytjeve, a mundet kryeministri vendit të më dërgoj një foto ose t'i provoj opinionit publik shqiptar që inceneratori i Tiranës funksionon? Fakti është që inceneratori i Tiranës nuk ekziston fare, ndërkohë që nga taksat e qytetarëve shqiptar janë paguar dhe janë shvatur miliona euro. Nëse kryeministri do më provonte të kundërtën asaj çfarë unë kam deklaruar, do të kisha kurajon morale dhe profesionale t'i kërkoja falje. Arsye se përse zoti Rama e bën, unë nuk marr përsipër t'i analizoj, mund të pyesni vetë zotin Rama, por nuk besoj që rruga e duhur e një kryeministri për t'u përballur me gazetarët apo për të krijuar konflikte boshe, e ndihmon atë për të dalë nga situata problematike ku unë e shoh që është për momentin. Dhe kur them situatë problematike dhe e vështirë për qeverisjen, nisem nga disa indikatorë. Ka një zëvendës kryeministre nën hetim dhe që kërkohet arrestimi, ka një ish zëvendës kryeministre në Arati, ka kryetarin e bashkisë më të madhe në vend Erion Velia të arrestuar, ka një sër ministra shprapa hekurave, ka një grup kriminal të zbuluar brenda institucionit në varësi të tij që është Takshi, ka një sër zyrtarësh të policisë nën hetim, ka 10 afera të tjera të cilat po hetohen nga ana e SPAK dhe besoj që kjo retorika me gazetarët më ngjan, ndoshta e gabuar, le të më gjykoj opinioni nëse e them tamam, është një përpjekje e dëshpëruar e tij për tërhequr vëmendje. Nuk kam ndërmend t'i përgjigjem më kryeministrit, por nëse ai dëshiron ta sqarojë një herë mirë këtë çështje, e ftoj në debat dhe të më tregoj ka apo jo incenerator Tirana. Kaq ka qenë shqetësimi im në raport me ato çfarë kam shkruar. Në fakt e kryeministri kishte filluar një luftë jo vetëm me Klodin, se Klodi një mesazh që kishte bërë në fund, po e kishte me kolegun tonë të cilun e pyeta Blendi Fevziun, ore çka me ty bile pyeta, bëra dërgoj një mesazh dhe zotit Rama i thash ore ç'a është kjo? Se nes na ka bër dhe mbetëm mbrapa. Tani ti e xhelos. Po unë pyeta kolegun. Tënde tha pra, kemi qenë këtu. Kje tha Klodi dhe ndër për emisionin tënde kishtë... Jo me jo, i të shkërëmet, ore të nga përmend edhe ne që të në mësherë dhe ngrieshim lartë si emisione. Qa i po i jep dorë vetëm Fevziut, ja. Kështë filluar replik me Fevziun dhe i vazhdojnë. Replike gjatë, vazhdojnë gjitha. Po sepse në tregun e teleshikuesve shqiptar, telenovelat kanë goxha pesh. Ja. Ka dhe kronika, ka dhe korupcioni, telenovelat kanë goxha pesh. Mund ta sqaroj vetëm një moment, unë që kryeministri i vendit duhet të dalë dhe të bëjë transparencë dhe të jap llogari përballë gazetarëve dhe për gjëra që janë shqetësuese. Tani shqetësimi që unë kam ngritur atë natë në emisionin tuaj lidhet pikërisht me faktin. Kryeministri përmes një statusi në rrjetin social Facebook bënte përgjegjës qytetarët për përmbytje në Durrës. Ndërkohë që kryeministri nuk thoshte asgjë kundi që nuk ka incenerator, kuplera do të ishin djegur, nuk thoshte asgjë kundi se si qeverisja vendore ka dështuar për të bërë pastrimin e qytetit, nuk fliste asgjë kundi që hidrovori i ri në Porto Romano në 20 milion euro nuk ka funksionuar dhe ka një hetim. Sepse ka një... Baron kjo pyetje këtu se do nuk tha asgjë kundi se si do t'i dëm shpërblej 1500 banesa në qarkun e Durrësit që janë përmbytur
dhe mira, vetëm në Durrës, nuk po flas për zonat e tjera se numri është më i lartë, dhe mira hektar tokë bujqësore në ujë, pra pyetjet që shqetësojnë qytetarët dhe mua si gazetare, kryeministri nuk u përgjigj. Po filloi të merrej me gjuhën e urrëties, të më thoshte që unë përfaqësoj ignorancën e tjera me radhë. E ftoi dhe e sfidoi kryeministrin të ballafaqohet kur të doj dhe nëse unë kam thënë një të pavërtet, po ta them për të dytën herë do të kem kurajën morale dhe profesionale të kërkoj ndjesë publike përpara gjithë opinionit publik. Kaq mund të them në raport me të. Kaq kishim edhe për këtë moment, unë e pyeta Lalën sepse në trojti dhe mua momentin një tillë që ndoshta s'kishte edhe shkak. A unë ndihmua Altin ndocit Aratise, këtë kam zgjedhur unë Lala Bregu për këtë pjesë të parë, për të tematikën e parë, sepse është folgjersisht për këtë dhe mënyra si Aratise të gjitha. Po Aratise tani në një mënyrë shukë si i lirë duke aty. Dërsa këtë ti klapen, për shembull, i vjen e mblidhen aty. Shumë mblidhen njerëz aty, shumë. 200 polica aty për çadrën. Dërsa ky ishte në qef shumë. Ky ishte... Ja, shiko si ka ikur, shikohet. Me këtë rrethin e kuq. Ikën aty. Shumë mund të ikim dhe ne, domethënë, po të përqe se bëjmë stërvitje. Po të kemi arsye se s'kemi. Tani, zonja Lala si dhe flet tani dhe pastaj zoti Bregu, si arriti ndocit të çfarë dështoi në mas të zgjedhjes së shoqërinë spitale, apo u dështua me qëllim. Se unë kam një titull provokativ kam, të jemi të drejtë, por dua të kam dyshime serioze në këtë pikë. Absolutisht, dhe unë kam dyshime serioze. Unë mendoj që Aratisja është e mirë menduar, mendoj që ka bashkëpunëtor si brenda sistemit ashtu edhe jashtë. Nuk mund të bëhet një Aratisje një personazhi të një kalibri të tillë, i akuzuar është në gjykim për një vrasje dhe një plagosje në kuadër të grupit strukturuar kriminal, në atë që njihet si procesi plumbiar, ka qenë konsideruar dhe është konsideruar si krahu i armatosur i organizatës kriminale të drejtuar nga Franza Hajdar Qopja dhe akuzohet për të paktën 4 vrasje dhe ndoshta do të ketë nga hetimet e mëtejshme mund të dalin edhe ngjarje të rënda kriminale. Unë mendoj që ka disa aspekte se si duhet parë çështja. Së pari, askush nuk na ka dhënë përgjigje se si që nga viti 2020, që nga maj viti 2020, Altin Doci është izoluar në një paraburgim sikurse është Durrësi, i cili në fakt nuk është paraburgimi i sigurisë së lartë, por është paraburgimi i sigurie thuajse të ulët. Pra është praktikisht një kavaleshencë, nëse mund ta them kështu. Pra nuk ka ende një hetim të thelluar nga ana e prokurorisë të nisur që nga viti 2020, pra për mënyrën se si u vlerësua risku apo rreziku që ai paraqet dhe u vendos në këtë paraburgim, së pari. Së dyti, nuk ka patur një vlerësim të vazhdueshëm lidhur me rrezikun që ai paraqiste apo profilin e një personi të bërë nga psikologu, psikiatri në bashkëpunim me zyrtarët e tjerë të burgut, nëse kishte ose jo prirje për arratisje, dhe kjo është pjesa e parë. Sa i përket ditës së arratisjes, aty mendoj ka disa momente që nuk është zbatuar si duhet protokolli. Së pari, kemi një moment që është shoqëruar në drejtim të Spitalit Rajonal të Durrësit